si kryetar i ardhshëm, përkushtimi dhe zotimi im është i qartë që në ditët e para do të nisim punën për vendosjen e 200 oficerëve të trajnuar të sigurisë, të cilët do të angazhohen në shkollat e Prishtinës e do të angazhohen me rotacion dhe në bazë të nevojës. Oficerët e sigurisë që do të shërbejnë në shkolla do të jenë policë që do të kenë punë dytësore apo edhe policë të pensionuar. Fokusi jonë do të jetë në gjitha shkollat fillore dhe të mesme, aty ku fëmijët kanë më së shumti nevojë për mbrojtje, siguri dhe për kujdes. Ne duam fëmijët me edukim cilësor, por krahas kësaj edhe siguri e mirëqenie për krejt fëmijët e Prishtinës. Gjendja e sigurisë në shkollat e Prishtinës është e rëndë, nxënësit po përballen me ngacmime e dhunë, prindërit po jetojnë në frikë dhe në ankth. Dhe ne si mësimdhënës po përballemi për çdo ditë me këtë gjendje pa pasur mundësi që të marrim masa përballë këtyre ngacmimeve. Gjendja aktuale është si pasojë e kësaj qeverisë 4 vjeçare, të kryetarit aktual dhe ekipit të tij, i cili për 4 vite me radhë nuk ka marrë asnjë veprim për përmirësimin e gjendjes së sigurisë në shkolla.